të përbashkuar, me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej luftës veçaj i largohet, që është lindur radhëtor. Kush është burë nuk frigohet, por des i një dëshmor. Kush është burë nuk frigohet, por des i një dëshmor. Vendi trimëris, qerë dhe dashuris, dy shqipet fluturojnë dhe hyjen ndriqojnë, vendit parveton. Ti qofsh bekue për jetë e mod, o nëne jona, ne të dalim zot, o mëmë dhe i dashur, vendi trimëris, qerë dhe dashuris. Dy shqipet fluturojnë dhe hyjen ndriqojnë, vendit parveton. Të nderuar të pranishëm, dashamirës të kulturës të arsimit. Sot jemi mbledhur këtu për të fituar një ngjarje shumë të veçantë, të rëndësishme për të gjithë ne, 100 vjetorin e shkollës sonë. Një shembull ka kaluar që nga hapja e kësaj shkolle dhe gjatë këtyre viteve, kjo ka qenë një dritë udhëheqëse për gjenerata të tëra. Sot do të kemi mundësi të dëgjojmë poezi, monologe, këngë e balle që do të pasqyrojnë historinë dhe frymën e shkollës dhe traditës sonë. Por spari ftoi në skenë drejtorin e shkollës, zotri Arsim Jusufi, të mbajë një fjalim për këtë ditë madhështore. Nderuar familje dëshmore të Femirama, nderuar kryetari i komunës së Skënderajt zoti Fadilundra, të nderuar zyrtar të drejtorisë komunale për Arsim, të nderuar pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Policisë së Kosovës, të nderuar drejtor të shkollave për rreth, të dashur nxënës, të nderuar mësimdhënës, shumë të respektuar ish mësimdhënës, veteran të arsimit të shkollës sonë, dhe jo familjar të ish mësimdhënësve që sot në gjenden në mesin tonë. Gjithë të pranishëm, faleminderit që ju u bashkuat festën sonë përbashkët, 100 vjetorin e themelimit të shkollës sonë. Shkollës Femirama, shkollë kjo e cila me nder dhe kënaqëri mbart emrin e nxënësit të saj, dëshmorit të kombit, i cili para 26 viteve ra në artarin e Lirisë për të mos vdekur kurrë. Kjo shkollë që nga themelimi, këtu 100 vite më parë, pati sukseset një pas njëshme. Suksese këtu, të cilat u arritën falë punës suaj të dashur veteran të arsimit të shkollës sonë. Mirë po, këto suksese nuk ndalen mash, vazhduam edhe ne pas arsit tuaj. Vlen përmendet se vetëm gjatë viteve të fundit, të shkollës të resë me 12 vendet para në nivel komune, 5 vendet para në nivel regione dhe 3 vendet para në nivel republike. Këto sukseset shumëta dhe të tjera nuk do të arreshin pa punën dhe angazhimin vetëm në të nxënësve dhe mësimdhënësve, për çka jemi shumë falenderues. Të flasë kështu para jush, me domos na kujtojnë vujtjet dhe sakrificat tuaja të dashur veteran të arsimit. Na kujtojnë kohët kur ishit të përndjekur, të persekutuar, po asesi nuk u dorëzuar. Na kujtojnë vitet e 90-ta, kur ju për plot 10 vite punuat pa paga, por prap nuk u dorëzuat, sepse ju nuk kishit qëllim pagën, ju kishit tjetër qëllim. Qëllimi juaj, përveç rënjosës së dashurisë tek nxënësit, për gjuhën, kulturën dhe traditat shqiptare, ishte brëmosja me dashuri për atë dheun e robëruar. Brëmosje kjo e cila kulmoi me krijimin e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, e ku fal luftës së shajt të vajzat dhe djemve më të mirë të atë dheu tonë, fal gjakut e tyre, ne sot gëzojmë lirinë. Ne sot festojmë për vjetore shkollash, por gjithmonë duke nderuar dëshmorët, ata që dhanë më të shtrejtën e tyre për liri, jetën. E vërtet që ne si shoqëri
ndoshta nuk më mund bëjmë për ju ashtu si që meritani, mësimdhënës të dashur. Ne pas arsit tuaj vetëm mund t'ju nderojmë, mund t'ju respektojmë, mund t'ju jemi mirënjohës përgjithmonë për punën tuaj të shajt, por të jeni të sigurt se si shtot e modhja Gonxha Bojaxhiu, Nën Tereza, këtë nder e respekt, mirënjohjen ndaj jush e bëjmë me dashurinë më të madhe. Prandaj falenderojmë nga zemra. Duke uruar shkollës sonë, të qëndroj kështu e bukur dhe krenare, jo vetëm para shekullit që po alen pas, po para shumë e shumë shekujve të tjerë, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrje. Urime, shkolla ju në dashur 100 vjetori. Festofshim edhe shumë shekuj të tjerë. Falenderoj nga zemra. Tani në skenë kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e komunës së Skënderajt, zotri Fadel Nura. Nderuar drejtori i shkollës, të nderuar përfaqësues të FSK-s, përfaqësues të policisë, të nderuar drejtor shkollash, ish komandant të ushtrisë kombëtare të Kosovës, shumë respektuar familja Roma, të nderuar mësimdhënës, pedagog, veteran të arsimit shqip. Kam nderin, kënaqësinë që sot jam bashkë këtu me ju për të shënuar një ditë të rëndësishme të arsimit, një ditë të rëndësishme të kulturës, një ditë të rëndësishme të gjuhës dhe përfaqësimit tonë kombëtar. Prandaj sot me të vërtet ndihem krenar që jam bashkë me ju këtu në shënimin e 100 vjetorit. E një shekulli angazhim, një shekulli mësim, sakrificë, këtu në likovcin e traditës, besës dhe të sakrificës. Prandaj kështu do të jem bashkërisht për të vazhduar këtë mision, këtë traditë të një institucioni, nga i cili ka ndalë njerëz dhe figura, personalitete të rëndësishme që i kanë shërbyer vendit. E në mesin e tyre është ish nxënësi i kësaj sot heroi i Kosovës, Fehmi Rama. Prandaj e gjithë kjo na obligon edhe me tej, ne përgjegjës të institucioneve publike, bashkë me menaxhmentin e shkollës, që të avancojmë, të përkrajmë, të ndihmojmë edhe me tej këtë traditë mësimdhënies dhe të mësimdhënies të këtij institucioni me një traditë një shekullore. Urime, kremta dhe festa e shkollës, nder dhe respekt për gjithë ata që u angazhuan që ky institucion të jetë këtu sot ku është një institucion rentabil. Faleminderit shumë, respekt. Tani ftoj në skenë një pjesëtar të familjes Roma që ta marrë fjalën. Nderuar të pranishëm, të dashur mësimdhënës, nxënës, prindër, mysafirë të nderuar, përfaqësues të institucioneve, veteranë dhe familje të dëshmorëve. Sot jemi mbledhur këtu me zemër plot, krenarie e mirënjohje për të shënuar 100 vjetorin e shkollës Fehmi Rama Likas. Një shekull sakrificë dhe përkushtim. Një shekull më parë kjo vatër e dijes hapi dyert për fëmijët e kësaj one me një ëndër të thjesht por të fuqishme, që brezat të rriten një djeni dhe me dashuri për vendin. Sot pas 100 vitesh, kjo ëndër vazhdon të jetoj, të rritet fal për kushtimit të shumë brezave, juve mësimdhënës, nxënës dhe vendas. Fehmi Rama nuk ishte vetëm një luftëtar, por ishte një djalë që kishte ëndra të mëdha për vendin. Ai ishte ndër ata që besuan se liria nuk dhurohet, por fitohet me sakrificë. Të dashur nxënës, ju jeni vërtetësia e këtij rrugtimi. Brenda këtyre murave është shkruar historia e 100 vite. Mësoni, e ndrani dhe punoni fort. Që një ditë emri juaj të jetë pjesë e kësaj historie të lavdishme. Të nderuar mësimdhënës, ju jeni shtylla e këtij institucioni. Pali jush
një shekull, kjo shkollë ka qëndruar si simbol i dijes dhe i qëndresës. Ju falenderoj për përkushtimin dhe dashurinë që formoni breza të rinj. Në emër të familjes Roma ju përshëndes të gjithëve, lavdi dëshmorit Femi Roma, lavdi gjithë dëshmorëve gëzuar 100 vjetur i shkollës. Falenderojmë për fjalimin. Programin festiv do ta fillojmë me poezinë Shkolla ime, të cilën e reciton Ariola Kuliqi. Poezia saj do të na sjellë një pasqyrë të ndjenjave të thella dhe lidhjes që kemi me këtë institucion të shenjtë të arsimit. Kurse, më pas, voglushi i klasës së parë, Lart Feka, do të recitojë poezinë me titull Adem Jashari. Shkolla, drita e diturisë, një shekull edukim, një shekull histori. Shkolla ime dashur me plot krenari, shkollë dashur ke një histori, edukove shumë breza të rënd për liri, shkollë dashur fole e art, të ti me sova fjallën edukat, fjallët e embla, së yje ndryqujnë, urime 100 vjetori, shkolla junë. Adem Jashari, ti dhe kushtimin, se pa gjak nuk ka liri, taj vargës e i malë, që o pashkua me ty, i gjallë dhe tekur, ti bete i pori, ti që të bënje tënë, në zemrat e shdo shqiptori. Tani në skenë ftojmë Agim Osmanin, i cili në ndëron për herë me praninë e tij me një këngë për Fehmi Rama.
Programin artistik do e fillojmë me një monolog kushtuar figurës heroike të Fehmi Ramës, të interpretuar nga Ornela Ferizi. Ti, kod për ti që është të shërsh lot në syrin tim. Sot, ti me i qollë sas një herë më porë. Shoh durën tënde mbi kukën time, duke mi përgëdhenur flokët. Ndjej ngrohtësinë tënde nga aromën e lirisë. Unë nuk do të çoj sot, sepse jam e dihur nga madhështia jote. Unë nuk të njoha vërtet, por të shoh çdo ditë. Të shoh në ecjen time të lirë për në shkollë. Të shoh në zemrat e njerëzve që flosin malmirim për ty. Haxhi Fehmi, unë nuk të njoha ty. Unë u linda më vonë. Fillova velbezimet e mia të pora, pa kohë më pas, kur ti i the Kosovës fjollën tënde të fundit. Mua të më falësh, zilja për më thret të hyrë në klasë, por nuk pëndohem nga ti. Po jo, a e kini njur Fehmiun? A e kishit shok atë? Ma thoni u lutem, si shta e? Kam dëshirë ta di. E shonë si tuaj sa e deshi jetën, e deshi pranverën dhe të zërime me zëgjve. Por mbi të gjitha, e deshi lirin që nuk po vinte, postë lisur me gjokun e ti të postër që ja foli Kosovës për ta bërë Shqipëri. Haxhi Fehmi, unë nuk të lë vetëm. Ti i e gjithmonë në kujtimet e mia, nga rrëfimet e baboj tim për ty. Pas këtyre momenteve të veçanta, do vazhdojmë programin me një mesazh të shkurtër didaktik të interpretuar nga nxënësit e klasës së parë, i titulluar E Libri. Ky mesazh do të na kujtojë se libri është miku ynë më i mirë, ai që na hap dyert të reja për juri, për të eksploruar botën. Për të përmbyllur këtë pjesë të parë të programit, do të vazhdojmë më pas në skate me Lores Brahimin e poezinë në Monç, e cila na fton të besojmë në fuqinë e individit dhe në forcën që ai mund të ndryshojë botën. Qudi më i dritë që nuk me ke falënderuar kur. Përse, si më i perse, harante pa mua nuk ishë në këtë bote. Oni, do të me thua që një litëm së bashku. Po, prandaj të qojnë edhe drita e ditës. Me qojnë edhe drita e dilët, edhe drita e hënës, edhe drita qiritë, të ata kanë dritë. Nuk ma merë mendja.
Në mund shtaruash arsyen, kur buto mbet fillin, e fajnë ty ta hedh, dhe vetës ti besosh, sa her ti këti dyshujt, es të për fillin, por e dyshimet, drejt të gjykosh. Në mund shtërish në pritje, nga pritja pa u ludhur, e kur të urejtje mos të shesh, madje ndaj shmifje të rish pa folur, me thjesi, me tu pare ndesh. Në mund të mendosh, por jo që në shkatrim, të ndërosh, por jo si rabëndërimesh, dhe ti drejtosh një lloj e pa dallim, nga dhënim e shpartallim, por i mashtrimesh. Në durosh do thënjët e tua të drejta, në kurse për truthore, e ti shosh të thyera, qerat me të shtrejta, e prap t'i ndërtosh me vegla që nuk lejnë. Në mund shfitore që ke kurur, ti fliosh, si në bigjez dhe një të vetë me loj, të rëzikosh, të humbasësh dhe humbjen kur të mos e zesh në goj. Në i dytyrosh do të muskull, nerv e puls e zemër, të të shërbin kur gjithë ka duke të kur, e të qëndrash kur s'ke me atë që veç vullnetin, që vetëm fjallin qëndra, gjithë mund të thunë. Në mund shti mbush shti minutat, aq të rënda, me vepra që përshuj, di edhe mos ki asi dyshim, se jotja do jetë bota, me s'ka brenda, dhe njëri do ish o birim. Kam knaqësinë të lexoj një telegram urimi nga shkolla e Rezallës, drejtorisë dhe stafit të nderuar të shkollës Fehmi Roma Likac, me rastin e ditës së shkollës suaj, ju përcjellim urimet më të përzemërta për sukseset të më të tjeshme në misionin fisnik të edukimit dhe arsimimit të brezave të rinj. Ju urojmë vazhdimsi në arritje, frym, bashkëpunimi dhe përkushtim të palodhur për formimin e nxënësve si qytetarë të denjtë të ardhmës. Gëzuar ditën e shkollës, me respekt drejtori Arben Zabeli, në emër të stafit të shkollës Malush Ahmeti Rezall. Pjesa e dytë e programit vazhdon tani me një moment shumë të bukur dhe plot të ritëm, vallën solo të titulluar Bariu dhe Baresha. Kjo vallë do të na sjellë një atmosferë tradicionale, duke na kujtuar trashëgiminë tonë kulturore dhe rëndësinë e ruajtjes të zakoneve tona të lashta. Pas kësaj vallë emocionuese do të dëgjojmë këngën e titulluar Shkolla ime nga bukuroshët e klasës së dytë, për të ftuar më pas grupin e muzikantëve Aliu me një këngë të veçantë, Thët e Qyshit.
dhe që të shkoj, të heci ditë e natë, më pyesin zoqt e malit, nuk më lën rehat. Më pyesin ata më pyesin, sikur nuk e di, ku shkojnë Kosovarë, se në Kosovë nuk rri. Më pyesin ata më pyesin, sikur nuk e di, ku shkojnë Kosovarë, se në Kosovë nuk rri. Kaldo që të shkoj, këndote që shkoj, nisë në përdor, ditën e Prishtinë. Nesër pas të vi, e të përshafoj, dhe marrë në shuri. Kaldo që të shkoj, janë e përlati, malli ka në shpirt, në shëdashuri. Zëri ti ngrot, kur të leva bashk, o zëri së bëri. Se jam i vogël, kam të drejta ti, se në tokën tonë ka shumë kufi. Gjyshi me tregon, kur të bëhen një Kosovë Shqipëri. Dhe se jam i vogël, kam të drejta ti, se në tokën tonë ka shumë kufi. Gjyshi me tregon, kur të bëhen një Kosovë Shqipëri. Kaldo që të shkoj, këndote që shkoj, nisë në përdor, ditën e Prishtinë. Nesër pas të vi, e të përqafoj, dhe marrë në shuri. Kaldo që të shkoj, janë e përlati, malli ka në shpirt, në shëdashuri. Zëri ti ngrot, kur t'i leva bashk, Kosovë Shqipëri. Dhe se jam i vogël, kam të drejta ti, se në tokën tonë ka shumë kufi. Gjyshi me tregon, kur të bëhen një Kosovë Shqipëri. Dhe se jam i vogël, kam të drejta ti, se në tokën tonë ka shumë kufi. Gjyshi me tregon, kur të bëhen një Kosovë Shqipëri. Telegram urimi në ka ardhur nga shkolla fillore mesme Ol, Ismet Rahmani Aqarev, nga drejtori i shkollës Sulejman Hoxha. Duke kaluar në pjesën e tretë të fundit të programit, do të dëgjojmë një këngë të mrekullueshme, interpretuar nga Erblina Kadriu me titull Moj e bukur amore. Kjo këngë do të pasohet nga vallja Këngë me fyll e Qifteli. Kjo performancë përgatitur nga nxënësit e klasave të ndryshme do të na gjallërojë, do të na lejë një mbresë të paharrueshme. Si të lashe mos të pash, si të lash, si të lash, si të lash.
shemas të pak. Atje kam unë zonja mama, e atje kam edhe tim vëlla. Atje kam edhe tim vëlla. Gjithë mbuluar në një dhe. Lule mace mata, se unë për ty o djalo paca, e dalo pac është e vërtetë, se zemra ime jeti vetë. Lule mace mata, se unë për ty o djalo paca, e dalo pac është e vërtetë, se zemra ime jeti vetë.
Para se të përmbyllim, duam të përcjellim një telegram urimi nga shkolla fillore e mesme Olt, Anton Zako Qajupi Mitrovic. Faleminderit që ishit pjesë e këtij momenti të veçantë dhe që e bët këtë festë të paharrueshme. Me kënaqësi i ftoj gjithë veteranët e arsimit dhe mysafirët të ftuar për një koktejl rosti. Mirëmbëjtje e miru takofshim në përgëzime e festa të tjera.